Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, inshallah taala sot do të thellohemi në biografinë e një yllit prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo gjenerat e parë është e dëshmuar se Allahu i don dhe është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Allahun xhalla xhelaluhu. Radiyallahu anhum wa radu an. Allahu kështu thot në Kur'an disa vende. Thot Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Allahun xhalla xhelaluhu. Kush janë këta? Sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam. E ne sot do ta marrim jetën e një sahabijut i cili është i teti musliman që e ka pranu islamin. Ky është Talha bin Ubejdullah. Allahu qoftë i kënaqur me ta. Talha bin Ubejdullah u lind në vitin 590 të kalendarit që e përdorim gregorian pra. Kjo i vjen se ka lind 20 vjet para shpalljes. 20 vjet para se të zbrese Kur'ani, ky sahabi ka lind në Mekke. I kishte emrin Talha bin Ubejdullah ibn Uthman. Talha biri i Ubejdullahut, biri i Osmanit. Ish nga fisi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë sahabi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka emërtuar me disa nofka. Talhatul Khair, Talha i Khairit, Talhatul Gjud, Talha që është bujar, e Shahidul Haj, Shahidu, do me thanë dëshmori i gjallë, dëshmori i gjallë. Është i vetmi sahabi që është dëshmuar se dhe bjerë shahid dhe është i gjallë. Ne e dim se shahidët nuk vdesin, apo Allahu kështu në thotë, kur bie dëshmor, një besimtar, ai është i gjallë, ne këtë se kuptojmë, ai furnizohet të Allahu xhalla xhelaluhu. Por Talha dallon pak. Talha akoma ecte në sipërfaqen e tokës, ndërsa dihet se ai është shahid. Kështu e emërtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kish disa nofka. Ishte prej familjes Benu Taim. Kjo familje është familja e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Me Ebu Bekrin radhiyallahu an takohen në babain e tret, bashkohen. Pra e kuptojmë se është prej familjes sahabijut më të madh, Ebu Bekrit radhiyallahu an. Madje Talha bin Ubejdullah me Ebu Bekrin e konsideronin njëri tjetrin si vlla, si djalmingje, dhe djalmingje ishin po tek brezi i tret, pra bashkohen. Çfarë kuptimi ka emri Talha? Tek arabët thuhet se çdo njeri merr një hise prej emrit, prej kuptimit të emrit. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur që njerëzit të vijen, pra të vendosin emra me kuptim të mirë, jo me kuptim të keq. Dhe kur ka pa deni emër me kuptim të keq, menjëherë e ka ndru. Dhe kush e ka pas emrin Zjar, ka thonë emri jot më është Abdullah, robi i Allahut. Ja ka ndru. Pra emrat mirë duhet të vendosen tek fëmijët. E Talha çfarë kuptimi ka? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Talhatul Khair, Talha i Khairit, i mirësisë. Ka pas shumë mirësi Talha radhiyallahu anhu. E ka kuptimin pema e akacies, ose ne i themi këtu bagrem. A ki dru, edhe pse nuk kep fruta do me thonë që i ham, është shumë i bereqetshëm, subhanallah. Do me thonë mjalti e bojnë bletat për këtij druri, për të djeg përdoret. Do me thonë shumë dobi ka. Edhe Talha radhiyallahu an prej emrit të tij ka marrni atë hisen e vet, kuptimit të emrit. Ka qenë shumë i khairit, ka bërë shumë dobi Talha radhiyallahu an. Pra lindi me një familje pasanike. Babën ja kushin Ubejdullah,
fisi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fisi Kurejsh, ndërsa nënën nuk e kishte pi Kurejshi. Nënën e kishte prej Jemeni. Nënën e kishte prej Jemeni. Talha radiallahu anh u rit pra në një shtëpi që kishte pasuri, kishte famë dhe merrej me tregti si krejt Kurejshi. Babai i Talhës me njëherë e vëreu aftësinë e Talhës në tregti. Prej 10 vjeçar Talha filloi të mirret me tregti. Kur u bë 20 vjeçar dhe i takon vitit 610 me kalendarin gregorian, Talha radiallahu an akoma ishte 20 vjeçar dhe ai më ishte bë profesional në tregti. Edhe pse ishte i ri, ama që 10 vjet prej fëmijërisë ai merrej me tregti dhe e mësoi tregtin mirë dhe ai u njoh me ditë cilësi. Tregtari i cili posedon këto ditë cilësi është pra prej tregtarëve që është i kënaqur Allahu me ta. Çfarë janë këto? Sidq o samahat, i thuhet në gjuhën arabe. Sidq do të thonë besnik, nuk ka ri, nuk ka mashtru, dhe musamaha ose samaha do të thotë i lehtë ka qenë, nuk i ka vështirësu punët me çmime, me ashtu, ka bë domethënë lehtësime. Nuk ka qenë që i ka largu njerëzit, po e ka qarkulluar tregtin, edhe ka bë lehtësime, po edhe ka qenë i drejt besnik pra në atë punën e vet. Viti 610. Ky vit është viti në të cilin i ka zbrit shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Talha bin Ubejdullah shkon në Sirinë e sotme, në qytetin Busra. Jo Basra që është në Irak, në Busra. Dhe atje bën tregti, sepse prej tregtarët e Mekës, prej Mekë kanë shkuar në Siri, në Yemen, kanë bërë tregti, kanë marrë, domethënë artikuj për tregtu e kështu me radhë. Kur ka shkuar në Busra, aty në treg e takon një prift. Ky prifti i ka pa tregtarët, e ka pa se janë nga disulli arabik dhe ka thonë, a ka dikush që ka ardhur nga Mekja e bekuar? Prift, krishter. Talha radiallahu anh ka thonë une. Ka thonë, a doli Ahmedi? A është shfaqur Ahmedi? Talha se kuptoj. Tha pejgamberi i fundit në Bibël, pra e ka emrin Ahmed, edhe kështu përmendet edhe në Kur'an. Isa a.s. i ka lajmëruar, i ka paralajmëruar pra iftarët e tij se do vije pas meje pejgamberi i fundit me emrin Ahmed. Kështu përmendet edhe në Kur'an. Po Ahmed, Muhammed prej një thelbi vin këto emrat. Edhe prej emrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe Ahmed. Yati min ba'di ismuhu Ahmed. Kështu përmendet në ajetin kuranor. Isa a.s. thot, do të vije pejgamberi i fundit pas meje, e ka emrin Ahmed. Edhe ky prifti i ka thonë, a ka dal Ahmedi? Sepse shenjat e tregojnë se më ka ardhur vakti me dal pejgamberi i fundit. Subhanallahu, çuditet Talha. Nuk kishte dëgju akoma. Sepse atër udhëtimet ishin të gjata, prej në Mekë ti të shkosh në Busra, në Damask, me mujt merr. Se nuk ka mjetet shpejta, domethënë sikur sot. Prifti i thot, mos e dëbojsh këtë pejgamber kur populli jot do dëboje. Ti ndihmoje këtë pejgamber. Çuditet Talha. Krejt këto shkruajnë në libra që i ka zbrit Allahu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe luftohet prej popullit vet. Thot, o djalosh pra përkrahe pejgamberin e fundit, mos e luftosh dhe mos e dëbosh nga Mekja. Talha me këtë çudi kthehet në Mekë. Pra rruga e gjatë kthehet në Mekë, hin shtëpinë e tij, bën muhabet me familjen e tij, me nanën e tij dhe i thot nanës vet, a ka ndodhur diçka? Duke kërkuar lajmin e pritur pra, a ka ndodhur diçka në Mekë kur s'kam qenë unë? Nana Talhas ka thonë, po,
jetimi Abdul Muttalibit pretendon se është pejgamber. Dhe e shanë pejgamberin e selema e gruaja, nana e Talhas. Jetimi Abdul Muttalibit kush është? Pra nipi i Abdul Muttalibit Muhammedi alayhis salam, sepse jetim është rritur. Thot ai, thot se jam pejgamber, kam ardhur me mesazhin e Allahut. Dhe thot atë e pason djali minjës tënd Ebu Bekri. Vetëm ki e pason, me familjen e vet. Talha këtë lajm e pritte, dhe del nga shtëpia shkon te Ebu Bekri. Dhe e pyet Ebu Bekrin për thirrjen e re. Ebu Bekri radiallahu anhu e ka pranuar Islamin për ditën e parë. Merr informata dhe e kuptoi fillimisht nga prifti sepse ai prifti folit njëjtët fjalë me krishterin që gjendej në Mekke, Waraka bin Naufal. Kishte në Mekke i moshuar, njëjtat gjëja i thot. Me 1000 kilometre ka mes di vendeve Mekke dhe Busra, njëjtat gjëja, pra këtu ka diçka. E thuajnë hakun, njëjtën gjë e thuajnë se do vije pejgamberi i fundit. Edhe ai prifti tha kur do dëboje populli jot, mbështete atë dhe dhe shkoni me një vend ku ka hurma, pra në Medinë. Dhe pra mori informatën nga Ebu Bekri radiallahu an, pastaj shkoi dhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e kuptoi se çfarë është Islami. Çfarë është kjo thirrje dhe pastaj përsëri shkon te Ebu Bekri, bashkë me Ebu Bekrin vin dhe Talha bin Ubejdullah radiallahu an, aty e thot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Dhe deri në vdekje nuk e lën këtë fjalë më. Aty e pranon Islamin. Hatixhia, Ebu Bekri, Aliu, Zejdi, Zubejri, këto e pranon Islamin. I teti është Talha bin Ubejdullah. Me këtë gëzim, Talha shkon shtëpinë e vet dhe fillon t'i boje thirrje nënës vet. Oj nën, rrugën e drejtë e kam gjetë. Dhe i bën thirrje, ndërsa nëna vet e cila ishte e mëshirshme ndaj djalit të saj, atëherë ajo e ndryshon krejt qëndrimin ndaj djalit të saj, sepse nuk u bë besimtare. Dhe Talha bin Ubejdullah radiallahu an hasën shumë vështërsi pse e ka pranuar Islamin, shumë tortura. Na tregon Mes'ud bin Hirash. Ky ka qenë një prej sahabëve, e tregon një ngjarje. Thot isha në kodrën Safa ose Merwe. I dini këto dy kodra afër Ka'bes janë që bojmë saj, umrexhit dhe haxhit bojnë saj aty. Thot isha duke qëndruar aty kur e pash një iri të lidha dorët për qafën, e kishin lidha. Dhe pas të i vishin burra me kamxhik. Edhe një grua e plak mbas atine. Ajo gruaja plak thonte, bini domethënë. Bini me kamxhik këti. Thot e pash këtë trivin, thonte la ilaha illallah. Thot pse kjo? Pse gjithë kjo torturë? Vetëm për një fjalë. Ama ki Hishamin atë moment, më falni, Mes'ud bin Hirashi, në atë moment nuk ka qenë musliman. E tregon, e transmeton ngjarjen pasi që bëhet musliman. Thot, ajo gruaja plak u thoshte këtij në burrave, bini pra, torturoni këte me kamxhik, ndërsa ai nuk kthente, veç la ilaha illallah thonte. Thot, ai i riu ishte Talha bin Ubejdullah. Familja vet nuk e ka pranuar. Nuk e ka pranuar sepse është bë musliman. Çfarë qëndrueshmërie pra në fenë Allahu xhalla xhelaluhu, 20 vjeçar. Një njeri i vrasht i Mekës dhe luftëtar shumë i fortë që ka qenë Naufal bin Khuwailid. Ki ka qenë prej mushrikëve. Do ta lidhin ngjarjen me këtë. Talha bin Ubejdullah është përmendur edhe me një nofk bashkë me Ebu Bekrin radiallahu an. Nofka ka qenë El Qarn. Çfarë është kjo? Pra i ngjitur do të vi. I bie i ngjitur, i bashkuar. Pse? Sepse ki njeri pra i fuqishëm, i fortë, që quhej Naufal,
i torturon të besimtarët dhe e kish lidh Ebu Bekrin me Talhën, i kish lidh dhe i kish lënë me orë të tëra ndër diellin e Arabisë, i ngjithur. Dhe Talha bin Ubejdullah këtë nofkën kur ja përmendsin, krenohej me Ebu Bekrin i ngjitët kam qenë. Për hir të Allahut jemi torturuar. Subhanallah. Pas një kohë vazhdojnë kështu torturat. Talha bin Ubejdullah pra kishte aftësi për tregti, apo. Dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, unë këtu në Mekke e shoh se nuk mund të bëj dobi juve. Pra ty o i dërguari i Allahut dhe muslimanëve. Jemi shumë, domethënë presion të madh. A kam leje të dal prej Mekkes, jashtë Mekkes qëndroj dhe tregtoj. Bëj biznis, të fitoj pasuri dhe të harxoj në rrugt të Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lejon. Dhe ki del bon tregti. Bon tregti derisa vin viti 13 pejgamberis. Viti 13 është viti i hijretit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë prej Mekke në Medinë. Pra kalojnë disa vjet, Talha e shton pasurinë. Ka sukses në pasuri, domethënë në tregti. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me sahabët emigrojnë, shkojnë në Medinë. Ndërsa Talha ka qenë larg Mekkes, larg Medines, nuk e din. Dhe vin edhe në Medinë për një punë tregtis, kur e shef aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Gëzohet shumë. Dhe thot, e ka qunë një mall para vetes, një karvan tregtar, të shkoje në Mekke. Krejt pasurinë aty e ka, pelesa deve, ngarkuara me mallra. Krejt kapitalin. Dhe thot, o i dërguari i Allahut, tash u bashku në Medinë. Nëse unë shkoj ta marr pasurinë time, familja jem nuk do më lane. Do më torturoje, do më burgose, edhe pastaj nuk mund të bashkangjitem. A kam leje ta lë edhe atë krejt pasurinë time, kapitalin tim, unë të qëndroj në Medinë, mos shkoj më në Mekë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam buzëqeshën. Pra e miraton kate. Pra lije, dinjallokun ri këtu, përsëri do fitosh pra. Edhe fillon periudha medinase. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam së pari kur vin në Medinë, bën disa hapa merr për të formuar shoqërinë e re. E para është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndërton shtëpinë e vet dhe xhamin. Kjo periudhë ka zgjat 6 muaj. Edhe xhamia ndërtohet, aty bëhet vendbanimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, xhamia ku adhurohet Allahu dhe mekteb, aty e mësojnë edhe islamin. Pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën vllazërim mes muhaxhirëve dhe ensarëve. Muhaxhirët janë besimtarët e Mekkes, ndërsa ensarët janë besimtarët e Medinës. Pra shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kështu quhen muhaxhir, ensar, të Mekkes dhe të Medinës. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka vllazëruar një muhaxhir me një ensar. Edhe kjo ka dobitë e veta, pra njerëzit nuk e kanë shikuar se janë prej popullit tjetër, janë prej fisit tjetër, sepse tek arabët kjo ka qenë e theksuar, ka pas, do me thënë, fanatizm fisnor. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, jo, në iman jemi vlezër. Izi i bardh, kjo familje, ajo familje s'ka. Musliman krejt, për njëri tjetrit, jemi, do me thënë, e japim krejt mundin. Thuhet se 83 muhaxhir me 83 ensar janë vllazëru. Ama çfarë vllazërimi? E Talhës radiallahu anhu kush i vije? Talha ka qenë i Mekkes, muhaxhir. Tash prej ensarve, kush ka qenë vllau i Talhës radiallahu anhu? Edhe ai duhet të jetë në rangin e Talhës radiallahu anhu. Ai ka qenë Ubej bin Ka'b. Mund themi muallimi i Kur'anit. Mësuesi i Kur'anit. E ka lexuar Kur'anin shumë mirë dhe e ka ditë Kur'anin shumë mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto dy i bën vlezër, i vllazëron pra. Pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bën disa lëvizje për të themeluar shtetin islam.
Me njëherë pas kësaj, shikoni, kjo është shumë me rëndësi, se si funksionon një shtet. Neve muslimanve nuk në takon, dhe me thënë të presim duar kryq, bosh, pa aktivitet, që të na udhëheqin një muslimant. Nuk mundet pra për një musliman ta braktisë veten e tij në mshirën e qafirit. Jo. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çfarë ka bë? Me njëherë ka fillu aktivitetet e luftës. Disa sahabi i ka angazhu, dhe me thënë, dalin, dhe me thënë, në vëzhgim, kush është rreth Medines, çfarë bëhet, çfarë lëvizjesh bëhen e kështu me radhë, por e ka formuar edhe një, a mund themi, institucion apo grup. Çfarë grupi është kjo? Shërbimet sekret. Patjetër muslimani duhet të jetë syçel, të shohë se çfarë lëvizjesh bëhet rreth tij. Shërbimet sekret i ka formu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kënë e ka vendos, dy sahabi i ka vendos si udhëheqës të kësaj lëvizjeje. Njëri prej tyre është Talha bin Ubejdullah. Tjetri është Said bin Zeid. Edhe kjo është i përgëzuar me xhennet, Said bin Zeidi, po edhe Talha radiallahu an është i përgëzuar me xhennet, prej sahabëve të mëdhenj janë këta. Këto dy pra bëhen udhëheqësit e shërbimeve të sekret të shtetit islam. Sepse jo muslimanët vetëm kanë bë kurthe. Muslimanët duhet ta merrnin këtë hap, patjetër. Dhe lufta në islam bëhet vetëm për një qëllim. Lufta është opcioni i fundit. Bëhet për ti larguar pengesat mes njerëzve dhe fesë së Allahut. Lufta nuk bëhet për të vrarë në islam. Çlirohen vendet ose mbrohet vendi i muslimanëve që të mënjanohen pengesat mes njeriut dhe fesë së Allahut. Shkoje thirrja tek njerëzit. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i mori këtë hapa. E Talha bin Ubejdullah pra është në krye të këtij institucionit që e përmendëm dhe pas një kohe vjen lajmi se Ebu Sufjani, udhëheqësi i Mekkes, në atë kohë mushrik, me një karavan tregtar të madh shkon prej Mekke në Siri. Ki mallrat i kanë pas krejt mallrat e muslimanëve që i kanë plaçkit në Mekke. Muslimanët e Mekkes që i kanë lënë, pra muhaxhirët i kanë lënë Mekke. Dhe vazhdimisht kërcënimet e mushrikëve vinin në Medinë. Patjetër duhet të pengoheshin këto jo musliman. Talha bin Ubejdullah erdhi ja solli lajmin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka një grup tregtarësh shumë i madh që shkon prej Mekke në Siri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu nuk ndalem shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bën organizimin dhe me 314 besimtar del në Bedr. Ebu Sufjani i mençur ka qenë. Ebu Sufjani me një strategji u hikën muslimanëve. Në kthim prej Siris, pra u hikën muslimanëve dhe shkon. E shpëton karavanin e mushrikëve. E pastaj e shohim se ka këtu një urtësi, kanë shpëtu, karvani i tregtar ka shpëtu, po ushtria me kase erdhi në Bedr dhe u zhvillua ajo lufta e parë mes të vërtetës dhe të kotës, mes muslimanëve dhe jo muslimanëve, dhe aty Allahu xhalla xhelaluhu i ndihmoi musliman dhe e fituan atë fitoren e madhe në Bedr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kthehet në Medinë. Në këtë luftë nuk ka marrë pjesë Talha bin Ubejdullah. Pse? Sepse ai e kish misionin e vet, ai jo se nuk donte të merrte pjesë. Ai me zemër donte të merrte pjesë në Bedr, por e kishte një mision që ta ndjekte karvanin tregtar dhe kishte shku në pikën Haura që quhet, Haura, aty mbet me ditë që ta kontrolloje situatën si është dhe nuk e dinte se bëhet lufta e Bedrit. Kur erdhë në Medinë, bashkë me ushtrinë muslimane hinë në Medinë. Talha bin Ubejdullah vjen nga Haura, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me musliman vjen nga Bedri dhe bashkërisht hinë në Medinë
Dhe Talha i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka ka ndodhur? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregon se në Bedri ka ndodhur pra. Kemi vrar kryet e idhujtarve. Ata që e luftonin islamin më shumëti, si Ebu Gjehli, si Walidi, Utbe, Shejbe, këto kryet Umeje bin Khalef. Krejt këto vriten në Bedr. 70 mushrik janë vra, po ashtu 70 janë marrë rob, janë zonë rob. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lajmëron Talha bin Ubejdullahin, Talha fillon të qaje. Është shumë i gëzuar, ama fillon të qaje, thot, si më hiki kja shans. Si nuk mora pjesë në këtë betej që Allahu Gjelle Gjelaluhu në ndihmoj me melek. Sepse pjesëmarrësit e Bedrit përmenden në për librat islame. Përmenden se ata janë, do me thënë, e kanë një titull të veçantë. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përgëzoi se tha edhe ti je prej njerëzve të Bedrit, sepse ti e kishe misionin tënd. Nuk ke hik pi lufte. Ti ke qenë i angazhuar me tjetër mision dhe nuk e ke ditë se zhvillohet bile lufta këtu. Dhe e përgëzoi se je prej njerëzve të Bedrit. E Talha bin Ubejdullah radiallahu an bashkë me Said bin Zeidin u llogaritën prej njerëzve të Bedrit pra. Ama ajo flak për të ballafaqua me mushrikët, ala ishte e ndezur në gjoksin e Talhas, kur dhe bëhet lufta e ditë. Kur dhe bëhet lufta e ditë. Dhe kjo luft nuk u vonu shumë, pas një vjeti zhvillohet lufta e Uhudit. Në afërsi të Medines, e dim kretat malin e Uhudit, duket prej xhamia pejgamberit alayhis salam, është dikon 5 kilometre. Aty zhvillohet betejë e Uhudit, une nuk dhe hin detaje, sepse betejë e Uhudit me fol me sahat të tëra, nuk mbaron. Aty kishte një moment vështirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ushtria muslimane. Pejgamberi i Allahut u plagos, ju thin dhëmbët, helmeta i hini në faqe. Dhe u plagos rand pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aty ran shahid burrat e islamit, si Hamza radiallahu anh, Mus'ab bin Umeiri, Abdullah ibn Jahsh, Enes ibn Nadr dhe shumë tjerë. Shumë dëshmor. Idhujtarët e kishin në shënjestër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do me thënë, donin të avritnin ma. Në ato momentet vështira, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, shikoja në anën e djath e kisha Gjibrilin alaihi salam, në anën e majt e kisha Talha bin Ubejdullah. Betej shumë e rand ka qenë. Musliman dulën 1000 veta, kundër 3000 vetave, mushrikët ishin 3000, ndërsa hala pa më fillu lufta, 300 munafik u kthyn në Medinë, musliman mbeten 700. Edhe pse mbeten 700, në favor të muslimanëve ishte fillimi i betejës. Pastaj ndodhi çfarë ndodhi, u thy urdhri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga ana e harkëtarëve dhe në atë situatën e vështirë ngelen pra muslimanët. Ta dim se Talha bin Ubejdullah e mbajti fjalën, qëndroi besnik dhe nuk u largua as pak nga fush beteja. E mbrojti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, bile thuhet, tregohet në transmetime të sakta, është bërë si mburoje për trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 24 plaga ka marrë. 24 plaga. Kretë mburoja, trupi Talha bin Ubejdullah, kretë gjaka bo. Ja shkosh, ja prish kretë mburoja, prej goditjeve, prej shigjetave. Mushrikët më thanë, pra nuk e braktis Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam, dhe filluan të largohen, ndoshta ka qenë një strategji. Në atë moment, një prej idhujtarve, quhet Malik bin Zubair, e pa se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra mbet si, do me thonë, i pambrojtur,
me një shigjet u mundua që të godiste pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Talha këtë e sheh dhe atë shigjetën e ruan me dorën e vet. E çet dorën para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në atë moment Talha bin Ubejdullah 4 gishta i pkuten. Dhe ai ati i bie të fikët, i paralizohet dora. Vetëm gishti tregues i mbet. Dhe kjo është hikmeti i Allahut, me shatë gishtin e tregues ai ka thonë la ilaha illallah sahar. Ati Talha bin Ubejdullah pra e tregon atë flijimin e tij, e flijon, e bën kurban veten që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të jesë gjallë. Dhe ashtu është bë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpëtoi. Po ashtu sahabet e quajnë ditën e Uhudit dita e Talhas. Pse? Se në ato momentet e vështira u përhap lajmi kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u vra. Dhe sahabet u demoralizuan dhe filluan ta lanë luftën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vend që të mshefet dikund e tregoi bururinë e tij dhe donte të ngjitet mbi një gur të madh, mbi një shkëmb që ta shohin sahabet se është gjallë dhe të mlidhen prap. Prap të konsolidohet pra ushtria dhe ta vazhdojnë luftën. U mundua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ngjitet në atë shkëmbin, nuk mundi prej plagave. Kjo ndoshta ka qenë para se paralizohet dora e Talhas. Dhe i tha Talhas radiallahu anhu, am ndihmon të hipi në këtë gur. Talha radiallahu anhu e ndihmoi dhe e boni shpinën pra u ul që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkelen shpinën e Talhas dhe e ngriti. Aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përgëzoi me xhennet. Tha ujebe Talha. E meritoi Talha xhennetin. Për këtë arsye sahabët për herë kur e kanë përmend betejën e Uhudit kanë thonë ka qenë dita e Talhas. Sepse është përgëzuar me xhennet. Pas 2-3 vjetëve, para se të kaloj këtu, në kthim prej betejës së Uhudit, kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me sahabet për në Medinë, 5 kilometra ka dikun. Dhe poeti i pejgamberit alayhis salam Hasan ibn Thabit fillon t'i thurë disa vargje për t'i motivua musliman, se kanë dhënë shahida shumë, pejgamberi sallam është plagos. Ai disa vargje i thurën, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot thur vargje për Talhën, sepse ai e meriton. Subhanallah. I humbi gishtat ndoshta, ju paralizua dora, ama ai u përgëzua me xhennet. Dhe i tha bile pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çfarë kumbohun e ta meritoj xhennetin, subhanallah. Nuk kumbodin se të madhe. Kështu të tillë ishin sahabet, shumë punonin, po nuk mbureshin, nuk lavdroheshin, nuk i përmendeshin veprat që i kanë bë. Unë kam bë kështu, unë kam dhënë çkaç, unë kam fliju kët, jo. Punonin shumë, ama përsëri thonin se nuk kam bë gjë, hala ka për të bë. Hala ka për të punu, për hir të Allahut xhelle xhelalu. E kështu betejë e Uhudit mbaron, kalojnë 2-3 vjet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhami, në mimber, pra ngjitej ndonjëherë edhe ditën e xumës, edhe jashtë xumës, ngjitej në ato shkallët dhe mbante dhe një ders fjalim dhe e lexoi ajetin Minel mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayh فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Ajeti është në surën Ahzab, ajeti 23. Ka zbrit për sahabet, për trimat e Uhudit. Dhe në përgjithësi për krejt ata që flijojnë jetat e tyre për hir të Allahut. Në këtë ajet Allahu xhelle xhelaluhu çfarë thot? Prej në mesin e besimtarve ka burra, thot, rijal, dhe me thonë me kuptimin e fjales, burra të atil që e kanë përmbush besën që e kanë dhënë Allahut, e kanë mbaj atë beslidhjen që e kanë bë me Allahun xhelle xhelaluhu. Disa u vranë, thot Allahu, فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, disa ranë dëshmor, وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ,
dhe ka prej tyre që janë në pritje për shahidllok. Wa ma baddalu tabdila. Dhe ata as pak nuk e ndryshuan besën që ja dhan Allahut. Në këtë ajet ka dy cilësi të burrave. E para është e mbajtën beslidhjen me Allahun, pra burra që kanë qenë dhe janë akoma ka burra që i përkasin këtij ajetit, deri në ditën e gjykimit do ketë kështu burra, si ata që janë në Gazë sot. E dyta është cilësi se kanë qëndrueshmëri deri në fund. Deri në fund presin ato shahidllëkun. Nuk e arritin këtë betejën tjetër e pret. Nuk thot, shpotova këtu, haj se mirësh. E pret. Dhe nuk e ndryshojnë as pak fjalën që ja kanë dhënë Allahu xhelle xhelaluhu. Pra në këtë ajet Allahu përmend dy cilësi të burrave. E para është e besën nuk e thin, e dita është istiqame i themin gjuhën arabe, në rrugën e drejtë janë këmbgulës. Nuk luhaten, vazhdojnë. Pejgamberi Allahut e lexoi këtë ajet. U çu një njeri prej xhamatit. Ndoshta s'ka qenë hutbe e xhumas, se në hutbe nuk gëzon të fale xhamati. Tamam? U çu një njeri që nuk kishte marrë pjesë në Uhud, në betejën e Uhudit. Tha, o i dërguari i Allahut, Allahu përmend këtu dy grupe domethënë të burrave. E kuptuam. Ata që ranë shahida domethënë në Uhud, si Hamza radhiyallahu anhu, si Mus'ab bin Umairi, i kuptuam ata. Po grupi tjetër kush janë ata? Wa minhum man yantazir. Dhe ka prej atyre në burrave që presin shahidllëkun. Ka që u vran dhe ka që presin dhe nuk e ndryshojnë fjalën që ja kanë dhënë Allahut. Kush janë ata grupi i dytë? Çfarë pyetje, subhanallahu. Pyetje me vend. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shikoi një herë xhamin, ai përsëri ja bani pyetjen. 3 herë ja bani, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i dha përgjigje. E tha atë që e tha në hutbe dhe zbriti. Ose në minber themi. Zbriti bashkë me sahabët aty, u afru dale prej xhamie, eth një burr me tesha të jeshilta. Hini dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ku është pyetësi? Që tha, kush janë atë grupi tjetër prej burrave që hala janë domethënë qëndrueshëm, që e presin shahidllëkun në rrugt të Allahut. Ky me tesha të jeshilta ishte Talha bin Ubaydullah. Tha, ku është ai pyetësi? E thirrën, tha, ky është prej grupit të dytë, për Talhan radhiyallahu anhu. Pra, ky ajet më mirë ku mund t'i shkonte Talha bin Ubejdullahit, po edhe sahabëve tjerë. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pyeti këtë pyetjen, ku është grupi i dytë që përmendet në ajet, sytë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kërkonin Talha bin Ubejdullahin. Nuk ishte në atë moment aty. Dhe kur e pa Talhan, tha, kjo është që përmendet në ajet, subhanallah. Talha bin Ubaydullah radhiyallahu anhu vazhdoi jetën me besnikëri dhe me bujari, sepse ai vazhdoi atë tregtin dhe fitoi shumë pasuri. Në ato cilësi që i kishte, e përmendëm, ishte besnik dhe ishte domethënë shumë i këndshëm, pra në tregti kishte raportet mira me mishterit, themi, ata blerësit, kështu me radhë, domethënë me tregtarët tjerë kështu me radhë. Thuhet se për një ditë ka fitu 1000 dirhem, shumë. Ama ka edhe një gjë tjetër, se ka qenë shumë xhemert, shumë dordhan, shumë bujar. Shumë ka dhënë Talha bin Ubaydullah. E ne prej këtij burri çfarë kuptojmë? Disa përfitime nga jeta e Talha bin Ubejdullahit do t'i përmendi. E para është, bënu që e hapish rrugën e hajrit. Bëhu që e hapish rrugën e hajrit, nëse je prej të parve që e ke fillu një punë të hajrit, dije se ata të cilët pasojnë ty,
në atë rrugën e hajrit, krejt sevapet të idvi. Talha bin Ubejdullah, a ishte prej të parëve që e pranoi Islamin. 20 vjeçar, i ri, hulumtoi, e dëgjoi mesazhin e Allahut që ja kishte zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kuptoi të vërtetën dhe e pasoi, edhe pse u torturua nga familja e tij, edhe pse flijoi pasurinë e tij. Për hir të Allahut i bari krejt. Bonu pra që e hapish atë rrugën e hajrit. Krejt që dhe të pasojnë ty, ta dish se sevapet e atyre të vinë ty, duke mos u paksuar sevapet e tyre. E dyta është, bëne punën me sinqeritet, me ikhlas, sepse neve na tregojnë tekstet e Kur'anit, pra ajetet, edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se një punë që bëhet me sinqeritet, vetëm për ta fituar kënaqësinë e Allahut, për hir të Allahut, ka pesh, edhe pse mund të jetë me sasi e vogël. Dietarët kanë thënë, 1 dinar ta japish për hir të Allahut, ta synojsh vetëm kënaqësinë e Allahut, është më e madhe se sa ta hapësh 1 milion euro për si e faqësi, që njerëzit të lavdrojnë. Prandaj Talha bin Ubejdullah ishte i sinqert. Kisht ikhlas, pra sinqeritet i bante për hir të Allahut xhelle xhelaluhu krejt këto flijimet që i kish bë. E treta është, bujaria është moral i lartë. Pra mos bëhemi koprac. Mos na dridhet dora kur hapëm për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. Kështu i tillë ishte Talha bin Ubejdullah. Po ashtu tek pika e 4, bëne këtë si zanatin tënd. Do me thonë, bujarin ta kesh, ta përvetsojsh, ta kesh, do me thonë, njëtën tënde si synim t'jesh gjëmert, t'jesh dordhan, mos jesh koprac, do me thonë, për hir të Allahut kur da japish. Dhe e pesta është dashuria në shahidlëk. Dashuria për të ra dëshmar. Dhe në duat tona duhet marrë pjesë edhe kjo lutje, pra, të bijem shahid. E përmendim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e dini se çfarë ka thënë për Talha bin Ubejdullahun? Kën e gëzon të shohe një shahid që ecën si përfaqen e tokës, le ta shikoje Talhan. Talha e ka ditë se dhe bjerë shahid. Talha radiallahu anhu e ka ditë se dhe bjerë shahid. Dhe në fund të përmendim shahid lëkun e Talhas. Si ka ra shahid Talha radiallahu anhu. Viti 36 i hijretit. Kanë kalu 25 vjet prej vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka ndodhur një fitnë mes muslimanëve. Di ushtri janë ballafaqur, domethënë, janë përballë, me një anë Aliu radiallahu anhu, anën tjetër Aisha radiallahu anha, ka qenë fitnë e madhe, ndodhia e deves, kështu kalon historinë islame. Aty pa më fillu lufta, Aliu radiallahu anhu i thot Zubejrit. Zubejri ka qenë shok shumë i afërt i Talhas radiallahu anhu. Djali i dajes pejgamberit alayhis salam ka kanë. A është afru koha? Inshallah me disa fjalë ta mbarojmë. Aliu radiallahu anhu i thot Zubejrit, a nuk të ka lajmëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se dhe vije koha se dhe luftojsh me mu, ama dhe jesh në radhet e gabuara. Dhe Zubejri aty e le shpatën largohet. Talha bin Ubejdullah, do me thënë, karshi Aliut radiallahu anhu ka qenë. Edhe ky do të largohet. Një tradhtar nga radhet e ushtrisë e ka pas emrin Mervan. E ka kuptu se edhe Talha dhe largohet, nëse largohet edhe Talha, mbaron lufta. Dhe e ka pas një shtis të helmuar, e ka pas me hel, dhe e ka godit Talhan radiallahu anhu në kam. Dhe Talha radiallahu anhu largohet nga fushbeteja, dhe e kupton mos e dëndroje jetë, dhe kërkon falje prej Allahut xhelle xhelaluhu, dhe thot unë këtu nuk marr pjesë, dhe pastaj kur kalon një kalorës aty parë, ka qenë prej ushtrisë Aliut radiallahu anhu,
dhe i thot kush jeti, ai ka thonë jam nga njerëzit e Aliut, ka thonë be ma dorën të ta hap besën, se unë kam gabu, dhe thot unë jam të vdek, tregoj Aliut radiallahu anhu se unë jam në radhën e ati dhe nuk duhet marrë pjesën këtë fitne. Dhe aty ndron jetë Talha bin Ubejdullah, dhe kalorës i shkon dhe i tregon Aliut radiallahu anhu, Aliu vjen dhe e merr Talhën për gjoksi, e nxet dhe aty pra bën dua për Talha bin Ubejdullah. Pra Talha bie dëshmor, ka jetu një jetë me trimëri, i ka zbatu urdhrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, misionet që ka ngarku pejgamberi Allahut, faqebartë i ka kalu krejt këto pra sprovat, dhe në fund ka ra edhe dëshmor, edhe Zubair ibn al-Awwami bie dëshmor pra mund këtë vit, dhe janë të përgëzuar pra këto me xhennet, u bashkuan me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bashkoft të gjithë me ata. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.